Ziri, a shqeni droj që Kurthi po orvatet, edhe pse ju mbani shpresa se kursit i ka ndryshuar, i dëshiron me çdo kusht që ti evitoj zgjedhjet e jashtëzakonshme. Jo me çdo kusht. Jo me çdo kusht. Po shqeni që Kurthi po bën përpjekje të evitoj zgjedhjet e jashtëzakonshme. Po jo me çdo kusht. Jo me çdo kusht. Po, jo me çdo kusht. Përpjekja ati me një takim nuk është i mjaftueshëm. Do të me pas takim shumë natën e ditën. Në liderë politik, sot nesër pas nesër, në çdo kohë, liderët politik do në takon, do të bërë përpjekje, sepse dini ku do të problemi. Mas fundim do të problemi të emni përveçëm. Gjithmonë, ne që shqimi të funksionu kove të fundit, kur vjen puna të emni kanë me ndalë për spajtimet. Siç u la fajnë për zgjedhjet e jashtëzakonshme të vitit kaluar, e ku narracioni i tij në Kushtin nuk pati rezultat. Jo, po njerë mund është me lënë faj, po jo për herë. Njerë mundet më të shiten kjo, jo për herë. Nuk mund është me thonë çdo krizë politike, po shkojmë zgjedhje, se s'po mlon këta, s'po dojnë këta. Nuk i beson, mo ky popull nuk i beson, mo kësaj situate. Krejt e din, sakt e din, që nëse vendi shkon zgjedhje, është vetëm një shkaktar. Është partia e parë shkakton, edhe zoti Kurthi. Ne duhet me ndrru narrativen këtë republikë, nëse ja dojmë të mirën kësaj republike dhe këtij vendi. Do të me ndërtu procese normale në këtë republikë. Do të me nalë politikën e denigrimit, të bamit me gisht edhe të garës pështymes. Do të më nalë.